Ato kanë qenë dy nga emrat më të njohur të showbizit dhe një nga çiftet më të komentuara, po flasim për Nora Istrefin dhe Robert Berishën. Ato ishin çifti perfekt dhe martesa e tyre u bë madhështore. Çifti më pas u bekua me një vajzë, por marrëdhënia e tyre filloi të kishte probleme që nuk mund të tejkaloshin dhe këto ishin arsyet që Nora dhe Roberti vendosën për të divorcuar. Të dy më pas shmangën pyetjet e gazetarëve për arsyet e divorcit, por pas kësaj periudhe secili pa drejtimin e vet në jetë. Roberti u lidh me vajza mjaft simpatike dhe shumë të reja në moshë, me të cilat nuk nguronte as të ndante foto nga pushimet që kalonte me to. Kjo u komentua nga mediat e rozë si një sfidë e hapur, por në heshtje që ai bënte Norës për t'i treguar se kanë paraqitjen dhe aftësinë për t'i bërë vajzat që të marrosen pas meje. Deri diku, duket se Roberti ja ka dalë, por pas gjithë problemeve që ka patur çifti, duket se gjërat janë sheshuar, pasi Nora ka pranuar të jetë e ftuara speciale në emisionin e tij. Duke pranuar të intervistohet nga ish bashkëshorti i saj dhe duke performuar në skenë me një fustan të kuqe dhe mjaft tërheqës, ajo ka rrëmbyer zemrën e Robertit dhe sytë e publikut. Gjatë bisedës, u duk se çifti nuk ka më tensione dhe ka mall për të kaluarën e tyre. Burime pranë çiftit shprehet se mbeten të hapura mundësitë që pas divorcit çifti të ribashkohet përsëri, sepse për ta divorci është vetëm në letër, por thellë zemra i dikton se ato lumturinë e vërtet e kanë ndier gjithmonë në krahët e njëri tjetrit.